Dolce ulet në një kënd të dhomës dhe fillon të flasë me ton të qetë por të sinqert, duke ndarë mendimet e saj mbi marrëdhënien e saj me Limin. Ajo tregon se ka disa miq të përbashkët me të, njerëz që i lidhin të dy dhe që i kanë bërë të njohin njëri tjetrin në momente të ndryshme të jetës së tyre. Dolce shpjegon se kjo njohje nuk është e rastësishme, por ka qenë rezultat i lidhjeve të përbashkëta dhe se ata kanë kaluar përmes shumë situatave sociale që i kanë afruar pa e kuptuar. Ajo vazhdon duke thënë se përmes këtyre miqve të përbashkët ka mësuar shumë për Limin, ka kuptuar karakterin dhe mënyrën e tij të sjelljes dhe ndjen se e njeh më mirë se sa shumë njerëz të tjerë që e takojnë për herë të parë. Dolce tregon se kjo njohje i ka dhënë një bazë të sigurt për të komunikuar dhe për të kuptuar njëri tjetrin, ndërsa biseda vazhdon, Dolce i tregon Albës se ajo dhe Limi kanë pasur raste të kalojnë kohë bashkë përmes këtyre miqve, dhe se përvoja e tyre nuk është thjesht e rastësishme, por ka pasur një rrjedhë natyrale që i ka afruar. Ajo përshkruan se Limi është një person i veçantë, dikush me të cilin ajo ndihet e rehatshme dhe e sigurt, dhe kjo i jep mundësinë të shprehë ndjenjat dhe mendimet e saj pa frikë ose dyshime. Dolce shton se të pasur miq të përbashkët ka lehtësuar shumë komunikimin mes tyre dhe i ka dhënë mundësi të kuptojnë më shumë njëri tjetrin, duke krijuar një lidhje që nuk është vetëm sipërfaqësore. Ajo thekson se përmes këtyre lidhjeve ka kuptuar shumë gjëra për personalitetin e Liminit, mënyrën si reagon në situata të ndryshme dhe si i trajton njerëzit përreth tij. Më tej, Dolce i shpjegon Albës se kjo njohje e hershme e bën situatën më interesante, sepse ata mund të flasin me sinqeritet dhe pa barrierat e zakonshme që ndodhin kur njerëzit takohen për herë të parë. Ajo tregon se kjo gjithashtu e ka bërë të ndihet më e afërt me Limin dhe ka krijuar një besim të vogël fillestar që mund të ndërtohet mbi të. Në fund të bisedës, Dolce përmbyll duke